Ndodh mrekullia, foshnja shpëton pasi e hedhin nga dritarja e ndërtesës. Një foshnjë poshtë lindur u gjetë e braktisur brenda një qese plastike pas hedhjes nga dritarja e një ndërtese. Vajza e vogël u shpëtua fal britmave të saj të forta, të cilat tërhoqën vëmendjen e kalimtarëve në zonë. Fillimisht ata menduan se zëri që dëgjonin ishte i një koteleje, por kur ju afruan vendit zbuluan foshnjën e braktisur dhe të pambrojtur, e cila ishte në një gjendje të rëndë por ende gjallë. Mjekët pediatër që morën foshnjën në kujdes të menjëhershëm konfirmuan se ajo kishte lindur vetëm disa orë më parë, duke i dhënë një vlerë edhe më të madhe shpëtimit të saj. Sipas tyre, ajo kishte pësuar trauma nga rënja, por fal ndërhyrjes së shpejtë dhe kujdesit të specializuar, po përparon në mënyrë të qëndrueshme. Autoritetet lokale kanë nisur hetimet për zbuluar kush është personi apo personat që braktisën foshnjën në mënyrë të papërgjegjshme dhe të rrezikshme. Policia po punon intensivisht për të mbledhur dëshmi dhe informacione që mund të çojnë në identifikimin e autorëve të këtij krimi.